E pra të dashur miq, tani do të ndalojmë tek lajmi që në fakt mbrëm e prisnim të gjithë me shumë ankth. Dolce edhe Edi, dashuria e Dolces edhe dashuria e Edit. Tani Dolce ka arritur të shndrohet në atë fenomenin që ne duhet të mendohemi gjatë se si ta komentojmë Dolcen edhe si Dolcen ta sillim pranë jush. Do të thoni ju pse. Sepse pikërisht një herë Dolce Vita, unë kështu e thras, Dolce mori një mision nga vllau i madh. Shkoi me një mision drejt Grande Fratello, hyri atje brenda, ndoshta, sepse ne nuk kemi qenë djegës të Grande më herët, por do bëj një analizë të shkurtër. Ndoshta Dolce, dhe është më se normale që Dolce ka më shumë interes që të krijoj famën në Itali se sa famën në Kosovë, sepse Dolce jeton në Rom dhe Grande Fratello i hy më shumë në interes Dolces se sa Big Brotheri. Dhe si që duket, Dolce është duke luftuar që ta kapën shikueshmërinë atje dhe që ta kapën famën në Itali. Por okej, ç'të keq që kishte nëse Dolce i thonte banorëve që unë jam në një lidhje atje, ose ky është një mision që Dolce të mos ta tregoj marrëdhënien e saj, do me thënë që është në një lidhje në Kosovë dhe në të gjithë këtë rrugtimin e saj të heshtën edhe të luan, sepse nuk ka një sqarim të detajuar nga ana e produksionit deri ku Dolce ka patur misionin, sepse mënyra se si sillet Dolce në Grande Fratello dhe mënyra se si Dolce u soll mbrëm në dhomën e rrëfimit është 360 shkallë ndryshe. Do me thënë në dhomën e rrëfimit mbrëm Dolce ishte e vërteta. Ishte njeriu që ne do me thënë e shikonim kur Dolce nuk kishte mision. Ndërsa në Grande Fratello, Dolce është krejtësisht një lojtare dhe një njeri krejtësisht tjetër. Do me thënë, ka krijuar një lloj dinamike, ka krijuar një lloj pikpyetje të madhe te publiku se çfarë po ndodh me Dolcen dhe çfarë në fakt është duke bërë Dolce. Mua nuk mu duk që Dolce mbrëm nuk e do Edin, sepse do me thëmë po të bëjmë një lidhshmëri me atë që Dolce ka qarë aq shumë dhe me atë që Dolce thonte që unë nuk jam në lidhje, nuk është tipi im, por unë e pash mbrëm që Dolce si vezëlluan syt, ajo u knaq në momentin kur po fliste me Edin, me banorët, por gjithsesi unë mendoj që derisa Edi dhe Dolce që mos shkojnë përtej saj, po derisa Edi dhe Dolce do të qëndrojnë në Big Brother, ato do t'jenë çift, sepse vetë emocioni që kanë krijuar, vetë afrimiteti që kanë aty, vetë shtëpia, vetë forma që ato kanë nevojë për një mbështetje, kanë nevojë për një njeri, do t'i çon që ato të jenë çift edhe të krijojnë një diçka, do të thonë të krijojnë një lidhje. Tani, se sa do të vazhdon kjo lidhja jashtë, është shumë e vështirë sepse Dolce siç duket e ka interesin që të merr klikime në Itali dhe të bën famën në Itali dhe të krijon shikueshmëri në Itali dhe është më se normale sepse në fund të ditës Dolce atje jeton dhe kjo është më se okej, do me thënë për të bërë famën në Itali. Këtë nuk mund ta dim sepse Edi nuk udhton drejt Italisë, por që unë pash mbrëm tek Dolce që Dolcia vazhdon të mbetet akoma në mision, kjo është më se e dukshme. Tani, ishte që Dolce të premten të largohet nga shtëpia, është kjo pikpyetja që unë kam bërë, por nuk mund të largohet të premten shkaku sepse Dolce ka ngritur ekstremisht shikueshmërinë në Grande Fratello dhe do me thënë kjo lloj shikueshmërie Grande Fratellos i duhet, edhe vetë Big Brother i Kosovës nuk e prisnin që Dolce do të dhezën kështu, dhe normal që Dolce në ato po e mbajnë edhe ditë me radhë, do me thënë po të futeni tek Instagrami i Grande Fratello, videot e Dolces kanë shkuar 1.8 milion, që nuk është pak, do me thënë 1.8 milion për të shkuar një video. Dhe unë mendoj që ato do vazhdojnë ta mbajnë Dolcen edhe pak vetëm për audiencën e tyre, për interesin e tyre dhe më pas do ta lishojnë, por Dolce në këtë rast fiton shumë. Fiton famën, fiton djegësit, realizon atë ëndrrën për të cilën ka shkuar, do me thënë realizohet plotësisht. Dhe kjo në fakt e fuqizon Dolcen jashtëzakonisht shumë si artiste, por edhe si personazh publik. Por që ajo ka një lloj ndjesie për Edin, edhe pse unë kam qenë në fakt shumë skeptik nga momenti që unë e kam thënë situatën e Dolces, por tërhiqem, kërkoj falje, sepse
mendoj që Dolce ka mision të gjithën këtë, që nga momenti që ajo doli nga shtëpia dhe deri në momentin që do kthehet, do të jetë një mision për të që jam i bindur që do të ketë edhe pastaj avantazhet nga vllau i madh, sepse kështu është strategjia e lojës sipas mendimit tim.